Mirë se vini në episodin e radhës të Rituals Podcast. Sot të ftuar e kam Dr. Olsa Alkulatifi dhe do flasim për shëndetin oral. Dok, na e dim që goja është pasyra e trupit, po sot po kena qef me kallëzu edhe tjerëve se qysh se kanë herë njerëzit mendojnë që goja përfundon që aty me gojën edhe shëndeti oral ka të bëjë veç me dhomin, me gjuhën, me gingiven, por nuk e din faktikisht se sa shumë ndërlidhet me gjithë shka në trupin tonë, prej stresit e deri te ndoshta fertiliteti, e deri te demenca dhe gjithë shka që ka të bëjë me tru, me sisteme tjera, kardiovaskulare tjera. Dhe sot po kam qef me ty, mi kallëzu njerëzve se qysh ndërlidhen këto, edhe pse goja është faktikisht pasyra e krejt trupit. Pse mendon që shumica e njerëzve shohin dentistin veç si dikush që e mbush dhamin, edhe pse kjo nuk është e vërtetë? Ndoshta është forcë e zakonit apo edukatës shoqërisë tonë, që shikojnë dentistin si thjesht një person i cili merret me drill and fix, do me thonë hap kavitete dhe mbyll kavitete, po në të vërtetë goja është një organ i cili meriton vendin e vet në sistemin e trupit të njerëzit. Është një organ që pavarësisht se shumica e njerëzve e konsiderojnë si një organ të jashtëm, lidhshmëritë që ka goja me të gjithë funksionin e organizmit dhe me organet veçanta në veçanti e bën atë një pjesë të integruar. Dhe sigurisht që mjekësia moderne i ka dhënë vendin e duhur gojës sot, atë që dhe ne si shoqëri duhet që t'ja japim patjetër. Po, a është që po fillojmë me sistemin imunitar? Unë për veti mendoj që sistemi imunitar kur kompromitohet është kogja shumë sene si domino effect bin. A ç'është ndërlidhet goja me sistemin imunitar? Në të vërtetë, nëse konsiderojmë, fillojmë nga sistemi imunitar, mund ta konsiderojmë që sistemi imunitar qëndron ndërmjet gojës nga njëra anë dhe organeve të tjera nga ana tjetër. Kjo për arsye sepse në rastin e shfaqjes së infeksioneve të mishit edhe të kockës, ato që ne i quajmë edhe si periodontoz, rruga e përhapjes së infeksionit në organizëm përveç se që qëndron në gojë, është e dyfisht. Pra kemi në radhë të parë rrugën me prekjen bakteriale të drejtë për drejtë nëpërmjet kalimit të bakterieve nga goja në qarkullim të gjakut, dhe rruga e dytë është ajo e aktivizimit të sistemit imunitar. Pra të gjithë këto bakterje dhe produktet e këtyre baktereve që ndodhen në organizëm do të ngacmojnë sistemin imunitar që të përgatitet me një përgjigje të tillë imunitare, e cila përgjigje ka për qëllim sigurisht eliminimin e këtyre baktereve dhe këtyre produkteve të këtyre baktereve, por ndërkohë kjo përgjigje inflamatore sulmon organe të veçanta duke sjell rëndimin e situatës klinike të pacientët të cilët veç zhvuajnë nga këto sëmundje. E pse shumica se kuptojnë që e kanë? E kuptojnë shumë vonë? Nuk është se nuk e kuptojnë, po ndoshta e neglizhojnë. Nëse, për shembull, kemi një shenjë klinike të periodontitit kronik, siç është gjakderdhja. Shumë pacientë neglizhojnë këtë shenjë të gjakderdhjes. Praktikisht kjo shenjë e gjakderdhjes është shenjë një inflamacioni kronik në të cilën goja po vazhdon të jetë në veprimin e saj. Dhe keni parasysh, nëse kemi gjakderdhje për shembull nga syri, apo kemi gjakderdhje nga dora, çdo pacient apo çdo person do të shkojë të kërkojë ndihmë për të ndalur këtë gjakderdhje, por nuk ndodh e njëjta gjë me gjakderdhjen që vjen nga mishrat e dhëmbëve. Kur po thu gjakderdhje, a do të thotë për shembull kur e lajm dhëmb që janë do njerëzve që gjak. Po ose kur janë të bëj flossing. Ose kur janë duke bërë flossin, ose kur ka fshehur një ushqim të fortë, i lëndojnë me një ushqim jo me fortësi të madhe mishrat, por menjëherë ato fillojnë gjakrjedhje. Pra, kjo shenjë është shenja e parë e inflamacionit. Duke ndërlidhur. A është periodontiti inflamacion kronik i gjithë organizmit apo veç i një zone të lokalizuar? Periodontiti është inflamacion kronik i mishrave të dhëmbëve, konkretisht i mishrave të dhëmbëve, por bakteriet të cilat e shoqërojnë periodontitin kronik dhe që derdhen vazhdimisht në organizëm, iniciojnë dhe favorizojnë edhe përhapjen e infeksionit në organizëm në nivel të përgjithshëm. Dhe këto shoqërohet madje edhe me ndryshim të vlerave biokimike të gjakut. A mund një infeksion i dhëmbëve me shkaktuar infarkt? Në mënyrë të drejtë për drejtë ndoshta jo. Po e qysh? Por ajo që është vërejtur nga hulumtime të shumta është që personat të cilët vuajnë nga periodontiti kronik kanë shanse 2 ose 3 herë më shumë se sa personat pa periodontit për të shkaktuar infarkt miokardi apo edhe insultën cerebrale. Dhe kjo për arsye se bakteriet të cilat e shkaktojnë periodontitin kronik,
kemi disa lloj bakteresh, emrat i kanë shumë interesante dhe të bukura, por agresiviteti i tyre është me të vërtetë i tmerrshëm. Sepse arrin të shkatrojnë indet e buta në gojë dhe nëpërmjet këtyre vatrave të shkatrimit, ato arrin të kalojnë në qarkullim të gjakut. Nëse mund të bëj një analogji, te një pacient i cili ka një periodontit kronik të avancuar, nëse do të mbledhim të gjitha sipërfaqet e pjesëve të dëmtuara në gojën e këtij pacienti, atëherë do të fitonim një sipërfaqe plagë e cila mund të jetë e barabartë me sipërfaqen e plombës. Mendoni një plagë të hapur në organizëm sa sipërfaqja e plombës e cila nuk është e trajtuar. Në të gjithë këto vatra të dëmtuara në mukozën e gojës dhe në indet e buta të gingivës, kemi porta hyrëse të cilat bakteret vazhdojnë të derdhen dhe të kalojnë në qarkullimin e gjakut. Në moment që ato kalojnë në qarkullimin e gjakut, janë të lira të përhapen në të gjitha organet. Në të gjitha organet. E mas shumë të e pëson zemra është kështu, që ajo është mas shumë të çka ndodh te njerëzit, apo ndodh edhe te organet tjera dhe nëse po çka? Jo vetëm tek zemra, nëse jemi duke folur për zemrën, veprimi këtyre baktereve dhe metaboliteve të tyre është në radhë të parë dëmtimi endotelial, pra dëmtimi i enëve të gjakut. Nëse kemi dëmtim të enëve të gjakut, kemi nga ana tjetër favorizimin e zhvillimit të inflamacione brenda enëve të gjakut, formimin e trombeve, formimin e pllakave aterosklerotike, të cilat shojnë në bllokimin e qarkullimit të gjakut dhe si pasojë zemra vuan. Në këtë drejtim, një thirrje mund të jetë e drejtuar kjo ndaj pacientëve të cilët kanë rrezik ndaj infarktit të miokardit, pra që kanë pllaka aterosklerotike, që të bëjnë me kohë trajtimin e periodontitit kronik për të parandaluar agravimin e situatës që mund të çonte deri tek infarkti i miokardit. E a mujmë ul inflamacionin sistemik nëse trajtojmë periodontitin me kohë, kështu në përgjithësi me i rujt organet tjera prej çka do të e mundshme që mundet me ndodhë në të ardhmen, sikur një hapi i preventivës për çfarë do problemi që e kena kështu me predispozit. Sigurisht që nuk mund të themi që periodontiti kronik i avancuar është faktori kryesor i cili shkakton sëmundjet, por lidhshmëria e madhe që është vënë re ndërmjet nivelit të periodontitit kronik dhe avancimit të sëmundjeve të tjera, qoftë me rrugë 1 kahore apo rrugë 2 kahore, potencon faktin që parandalimi, akoma më mirë, i periodontitit kronik, apo edhe trajtimi me kohë i periodontitit kronik, ul sigurisht shanset për agravimin e sëmundjeve, e plot sëmundjeve të tjera në organizëm, hipertensionit arterial, diabetit, dislipidemit, edhe tjera. Qa është ndërlidhja e diabetit me periodontit? A thuhet se ushqen njëri tjetrin? Po, është një rrugë 2 kahore, është shumë e vërtetë, është një rrugë 2 kahore. Nga njëra anë, ajo që mund të themi është që periodontiti kronik me këto potencial mjaft të madh bakterial vazhdimisht stimulon sistemin imunitar për të prodhuar një sër produktesh të cilat më tutje ndikojnë në organizëm në agravimin e sëmundjeve dhe konkretisht edhe tek diabeti i sheqerit, dhe nga ana tjetër, pacientët të cilët kanë diabet të sheqerit kanë një aftësi rigjeneruese më të ulët se sa pacientët e tjerë. Plagët e ta mbyllen më dobët. Ma vështirë, po. Kështu që dëmtimet që ato kanë në epitelin sulkuror të gojës, pra në mukozat e gojës, sigurisht që nuk është favorizues për shërimin në kohë të plagëve që ato kanë nga si pasojë e periodontitit kronik. E a e vështirëson periodontiti kontrollin e sheqerit të njerëzit? Pikërisht për këtë. Studime të shumta kanë treguar që periodontiti kronik në sajt faktorëve që ai prodhon jep edhe rezistencë insulinike, kështu që e ka më të vështirë një pacient diabetik që të mbajë në kontroll nivelin e glukozës së tij kur ka një periodontit kronik të patrajtuar. Ndërkohë që studime të shumta kanë treguar që trajtimi me kohë i periodontitit kronik sjell gjithashtu një mundshmëri të pacientit për të ruajtur në nivele normale nivelin e glukozës gjatë trajtimit me barna diabetike. E kolesteroli, a ka ndonjë ndërlidhje me shëndetin oral? Po, sigurisht. Edhe kur vim punat e dislipidemit, thuajse faktori është i ngjashëm, sikurse edhe tek diabeti, pra është sistemi imunitar në mes të periodontitit dhe të gjithë sëmundjeve të tjera. Dhe
tek pacientët të cilët kanë periodontit kronik të patrajtuar, sigurisht që është shumë më vështirë që të mbahet një nivel i ekuilibruar i lipideve. Fakti që tek personat obez, të cilët kanë një BMI më të madhe se 30, kemi një incidencë më të madhe të periodontitit kronik, tregon një lidhshmëri shumë të madhe, të menjëhershme edhe të sindromit metabolik me periodontitin kronik. E qysh ndërlidhen krejt këto sane? Kjo lidhet sigurisht tash me sistemin imunitar, formimin e një orteku të vërtet që ndodh në organizëm pas infektimit me periodontit kronik dhe kalimit të baktereve në gojë dhe aktivizimit të interleukinave, citokinave, tumor faktor, nekrozës e të shumë faktorëve të tjerë, të cilët ndikojnë në metabolizmin e yndyrnave në organizëm, ndikojnë në metabolizmin e sheqerit në organizëm dhe pikërisht këtu ndodh edhe ai disnivel apo ajo shkëputje e ecurisë normale dhe që sjell në mënyrë të dyanshme, nëse themi agravimi i diabetit sjell agravimin e periodontitit dhe agravimi i periodontitit sjell agravimin e diabetit apo dislipidemive. A muj me lidh gojen me tru, qysh ndërlidhet te problemet sikur demenca për shembull? A ka ndonjë ndërlidhje shëndeti oral me çata? A mundet me ndiku bakteret e gojës tonë në trurin tonë? Në fakt vitin e kaluar, në një studim shkencëtarët arritën të gjejnë gjatë autopsisë në trurin e pacientëve me Alzheimer, porphyromonas gingivalis. Ky është një bakter mjaft patogjen, është një ndër treshën e kuqe që i quajmë ne. Treshja e kuqe janë bakteret të cilat kryesisht shkaktojnë periodontitin dhe është një bakter tepër patogjen që rritet dhe shumohet në gojë. Normalisht ai nuk duhet shkaktojë sëmundje, por kur prishet një ekuilibër mjaft delikat siç është ai i gojës, ai arrin të shumohet dhe të krijojë kushtet për zhvillimin e inflamacionit të mishit të dhëmbëve. Gjetja e këtij bakteri kaq patogjen në pllakat amiloide të pacientët me Alzheimer ka bërë të mendoj që në fundit Alzheimer, ashtu si dhe demenca, nuk janë sëmundje thjesht degenerative, por mund të jenë edhe sëmundje neuroinflamatore. Dhe sigurisht që kjo rrit vëmendjen apo duhet të na rrisë vëmendjen tek pacientët të cilët janë me periodontit kronik, sidomos ato të moshave të reja, sepse trajtimi me kohë do të përbënte ndoshta një parandalim të zhvillimit të sëmundjes së Alzheimerit në moshat më të mëdha. Edhe a na bën kjo me mendu që ndoshta nëse e gjejmë disa shkaktarë të ndryshëm, një shkaktar i tillë, nëse demenca vjen prej një shkaktari të tillë, mundet me qenë spaku pjesërisht reversibile nëse rregullohet apo se dim hala këtë sen? Akoma nuk ka studime të sakta në lidhur me këtë, nëse për shembull është vërejtur që përmirësimi i gjendjes paradontale te pacientët me periodontit kronik shoqërohet njëkohësisht edhe me rregullimin e nivelit të lipideve apo vlerave biokimike në analizat laboratorike të pacientëve me dislipidemi apo me diabet të sheqerit, me uljen e tensionit arterial te pacientët me hipertension, ende nuk është vërtetuar që të jetë një sëmundje irreversibel. Pra, nëse do të trajtojmë periodontitin kronik, pacientët që janë me Alzheimer do të shërohet. Ende nuk e kemi këtë, por duke qenë se Alzheimer është një sëmundje multifaktoriale, ndoshta do të kemi ndonjë rezultat më vonë. A muj me shku qash larg me thonë që shëndeti oral kish me ndiku edhe në depresion ose në nivelin e stresit që kemi, parimisht njerëzve i duket kështu absurde, po ti si një person shumë studioz edhe në praktikën tonë dhe që ke pa qa kisha mujtë me thonë për këtë sen? Po, shikon, e dim shumë mirë që stresi është burimi i zhvillimit të hormoneve jo të mira, ndër të cilat e kemi edhe kortizolin. Dhe sigurisht që një derdhje e madhe e kortizolit në trup është vërtetuar që nxit edhe reaksionet inflamatore në nivel të gingivave. Ka studime të sakta, të cilat... Do me thonë, jo shëndeti keq oral së ndikon në depresion ose në stres, po stresi dhe depresioni mundet me ndiku në shëndetin tonë oral. Po e kemi edhe rrugën tjetër, sepse tek e fundit, një person i cili është në stres, është në depresion, nuk është që do të jetë i kujdesshëm shumë për higjienën e vet orale. Po e vërtet. Kështu që duke qenë se periodontiti kronik, le të themi, mund të eliminohej nëse do të kishim një higjen të mirë perfekte të gojës tek ta pacient, të cilët nuk i kushtojnë një vëmendjes të duhur vetvetes dhe shëndetit të tyre oral, sigurisht që
grumbullimi i pllakut bakterial dhe rritja dhe zhvillimi i bakterjeve do të jetë si pasojë e mungesës së higjienës tek ta pacient, përveç ciklit tjetër që kortizoli dhe hormonet negative do të favorizojnë inflamacionin lokal. Po veç, ekziston edhe ndërlidhja e bakterjeve orale me zorën tonë. Tash na kanë thonë që zora është truri i dytë. E vërtet. Edhe tash këto gjithashtu mundet më ndiku njëna në tjetrën, qysh ndërlidhet shëndeti oral me zorën tonë dhe bakteriet e gojës sa ndikojnë në zorë dhe çka kisha me thonë që është e rëndësishme për neve për me bo një parandalim ose për me pas kujdes, çka janë disa gjëra që janë të rëndësishme për shëndetin oral, që në mënyrë që edhe zorën mi pas mirë. E fillova duke thënë që goja po konsiderohet shpeshherë si një organ i jashtëm, por po harrojmë që goja është fillimi i gjithçkaje. Kështu që është fillimi i këtij trakti ton gastrointestinal, i cili fillon me gojën sigurisht dhe përfundon me zorët. Janë e njëjta florë bakteriale e cila kalon nga goja në pjesët e mëposhtme, kalon në stomak e tutje kalon edhe në zorë. Goja jon prodhon afro 2 litra pështym në ditë, pa llogaritur sasitë e ujit që ne pim çdo ditë. Dhe në çdo gëlltitje, kemi parasysh që 1700 gëlltitje në ditë i kemi. Në çdo gëlltitje, nëse ne kemi një gojë me periodontit kronik, pra me sëmundje inflamatore të mishit, të dhëmbëve dhe të kockës, imagjinoni që në çdo gëlltitje ne do të kemi njëkohësisht edhe përbirjen e një sasie mjaft të madhe të bakterjeve. Pra këto bakterje patogjene që janë në gjendje të shkatrojnë indet e gojës, po kalojnë në stomak. Një pjesë e madhe e tyre madje, Porphyromonas gingivalis dhe Fusobacterium nucleatum janë bakteri të cilat i rezistojnë lëngjeve acidike. Prej këtu ato mund të kalojnë tutje, kalojnë në zorën e hollë, zorën e trash. Dhe kur mbërrin në zorë, këto bakteri që ishin në gjendje të shkaktonin mikroplag në gojë, sigurisht që do të shkaktojnë edhe mikroplag në zorën tonë. Zona në të cilat lehtësisht bakteriet mund të kalojnë tutje në qarkullim të gjakut, por janë gjithashtu zona të dëmtuara të cilat nuk lejojnë përthithjen e duhur të vlerave nutriente, ushqimeve, mineraleve që jemi duke i marrë. Kështu që një inflamacion i gojës do të shoqërohet njëkohësisht edhe me inflamacion të kateve të poshtme. Jo vetëm të bakterjeve, kemi parasysh që në gojë kemi edhe të tjera mikroorganizma, kemi edhe viruset, kemi edhe myshqet. E çka thot shkenca për IBS edhe SIBO në qëtë nivel, a ka gjetë ndonjë ndërlidhje, a e shkakton për shembull një problem oral IBS-in ose SIBO-n, apo hala nuk kanë vendosme e përcaktu ose me përkufizu si ndërlidhje të tillë? Sigurisht që përderisa kemi gjithë këtë bartje bakteriale edhe përgjigje imunitare të sistemit imunitar të organizmit ton që po përpiqet që të vejnë në kontroll një diçka që po i largohet ati nga kontrolli, pra inflamacioni, periodontiti është një inflamacion të cilin organizmi mundohet që ta shtyp me të gjitha sistemet e tij. Sigurisht që ka një lidhje ndërmjet edhe këtyre sëmundjeve dhe periodontitit kronik. Ato ndikojnë në përkeqësimin e gjendjes së këtyre sëmundjeve dhe anasjeltas, sepse kemi parasysh edhe anasjeltas, sepse thash që trakti gastrointestinal është një trakt i vetëm. Ndonjëherë ne mund të gjejmë bakterje gjatë strishove orale të cilat rëndom gjenden në zorën e trash, por që ja japin gjithsesi infeksion të gojës në katet e sipërme të traktit gastrointestinal. Ç'është ndodha ajo? Se dim. Ma mirë mos me kallëzu. Infeksionet janë bartëse. Okej, infeksionet janë bartëse. A mundet me ndiku shëndeti oral në përthithjen e lëndëve ushqyese, për shembull sa mundet me e përthith organizmin një, për shembull, unë edhe te hajmë të njëjtën gjë, po unë e kam shëndetin ma të ullt oral, dhe unë e përthithi ma pak lëndë ushqyese se sa ti. Kjo sigurisht Pra shkakton do avitaminoza sepse unë se kam... Përthithja ndodh në nivelin e zorëve. Pra, nëse kemi një shëndet oral të kompromentuar, që po na kompromenton shëndetin e zorës, sigurisht që përthithja e ushqimeve dhe nutrientëve dhe elementëve të tjerë do të jetë më e dobët te një person i cili është me infeksion aktiv të gojës, si periodontiti kronik. Çush ndikojnë hormonet në shëndetin oral? A mujmë ka njëherë me ditë, për shembull, ka njerëz që i kanë pas dhëmë të mirë të jetën, gingive në kretë në rregull, edhe për një herë fillon me pas prishje më shpeshta,
ose me undje që diçka s'është në rregull me dhëmt e tyne, a mujnë përmes asaj si simptom të parë me ditë që ndoshta ka ndonjë problem hormonal dhe ana sjelltas. Po, ndryshimet hormonale shpeshherë ne I vëmë re në gojë në formën e shfaqjes së disa shenjave klinike. Sidomos kur flasim për trupin e femrës, ku ndryshimet hormonale janë të vrullshme dhe janë të vlerësueshme, shohim njëkohësisht edhe ndryshime në gingiv. Janë edhe këto të ndërlidhura ndërmjet një njëra tjetrës. Për shembull, nëse marrim rastin e estrogenit progesteronit, rritja e nivelit të tyre në organizëm do sjell vasodilatacion. Dhe sigurisht që kjo do të shoqërohet me një ngecje të qarkullimit të gjakut në nivelin e indeve të buta të gojës, duke çuar një çrregullim të qarkullimit të gjakut që favorizon zhvillimin e inflamacioneve. E këtu bakteret gjenë terren për të rritur dhe për të shkaktuar tablon klinike të periodontitit kronik. Ashtu si vetë bakteret e periodontitit kronik përkeqësojnë gjendjen e gingivës në prezencë të këtyre hormoneve të shtuara. Rasti tipik është tek gratë shtatzëne, në të cilat gjejmë edhe gingivite të shtatzanisë, gingivitet gravidare që vinë si pasojë e ndryshimit të këtyre raportit të hormoneve, apo te gratë në menopauzë gjithashtu që ndryshimi I hormoneve në drejtim të uljes së nivelit të estrogenit na sjell tablo të tjera klinike. E është e mundur me u pengu shtatzania për shkak të problemeve orale? Mos me mujt gruaja me mes shtatzan. Shtatzania është një E dim që është komplekse. Është komplekse, po është një bukuri që është një bukuri më vete që I është falur në natyrë, riprodhimi I është falur vetëm organizmave të cilët janë të fortë. Pra vjen ajo e ligji mbijetesës, vetëm ata që janë perfekt gjenetikisht, edhe të shëndetshëm, kanë të drejtën, më falni, për të transmetuar tutje materialin e tyre gjenetik. Në rast të një inflamacioni kronik të periodontit, I gjithë trupi, siç tham, është në një aktivitet, në një inflamacion të përgjithshëm. Le ta konsiderojmë inflamacionin periodontit si një zjarr të vogël të ndezur në gojë, I cili polshon tym, dhe ky tym do të mbërrijë në të gjitha skajet e kësaj shtëpie që quhet trup. Pra, ky tym e aktivizon organizmin në atë mënyrë që të merret me shuarjen e zjarrit. Ndërkohë që shtatzania do të ishte sekondare. Një akt, do të ishte një akt I cili kërkon tërë fokusin e organizmit në këtë proces në mënyrë që të kemi një fryt sa më të shëndetshëm. Kjo është arsyeja sepse ndonjëherë, pavarësisht se femra është plotësisht e shëndetshme, kemi vonim apo mos sukses të aktit të shtatzanisë, pavarësisht se gjithçka duket në analiza që është në rregull. E gjatë shtatzanisë, a ndikon sjellja e nanës në aspektin e çka konsumon, çka është stili jetës së saj në shëndetin e oral të foshnjës për shembull? Në radhë të parë kisha rekomanduar që çdo nënë e cila mendon që të ketë një shtatzani, përveç të gjitha analizave të tjera që sot janë bërë rutinore, do më thonë përpara një shtatzanie ne shohim që femrat kryejnë një check-up komplet për të parë nëse kanë gjithçka në rregull para se ata fillojnë shtatzanin, por çuditërisht neglizhojnë gojën. Dhe unë do ta kisha këshilluar secilën që para se të vendosë që të fillojë një shtatzani, të ketë një shëndet mjaft të mirë oral, të bëjë një kontroll te stomatologu, të eliminojë të gjitha ato që quhen vatra inflamatore në gojë, që mund të bëhen një pengesë për një shtatzani të suksesshme, apo mund të bëhen pengesë për vazhdimin e një shtatzanie të suksesshme. Sepse ka një incidencë mjaft të madhe ndërmjet numrit të femrave të cilët vuajnë nga periodontiti kronik dhe lindjeve të parakoshme, apo lindjeve me fëmijë nën peshë tek gratë të cilat janë me periodontit kronik. Nuk po them që çdo femër që ka periodontit kronik do të ketë një lindje të parakoshme, apo do të ketë një fëmijë nën peshë, por studimet kanë treguar që tek lindjet nën peshë dhe tek lindjet e parakoshme një numër I madh I nënave ishin me periodontit kronik. Po, kjo është shumë informat me rëndësi, se ka edhe njerëz që tentojnë dhe provojnë shumë me IVF, për shembull, po ndoshta pengesa është te goja edhe nuk e din. E nuk bën me anashkalu si fakt. Pikërisht. Kjo është ndoshta arsyeja pse procedurat e IVF-it ndonjëherë mund të rezultojnë të pasuksesshme, ndoshta edhe 3-4 kam pasur rastin një paciente që 10 herë ka pasur procedura të pasuksesshme dhe
në momentin që ajo bëri eliminimin e vatrave orale, procedura që e suksesshme. Nga ana tjetër është një paradoks sepse këto gra të cilat paraqiten për t'i hyrë kësaj rruge të IFV-s, e cila nuk është edhe e lehtë, nuk është as pak është edhe e kushtueshme, nuk është e lirë, por që kanë inflamacione. Ndodh që në momentin që ato fillojnë stimulimin e trupit me hormone për t'u përgatitur për procedurën e IVF-it, pikërisht këto inflamacione kronike që ndodhen në kojë, qoftë në formën e kistave, abseseve, karjesit të thellë, dhëmbët e palarguar, xhepat paradontal, pra kemi një sër infeksionesh në gojë që si pasojë e stimulimit hormonal aktivizohen. Dhe pikërisht ky aktivizim kërkon njëkohësisht pastaj marrjen e antibiotikoterapisë, që do të thotë në të vërtetë ndërprerja në gjysmë e procedurave që ato kanë filluar për IVF-in. Pra një procedurë jo e suksesshme. Gjithçka duhet nisë nga e para. Okej, e hajtë tash kalojmë pak të sportistat. A është vërtet që atletët sportistët kanë shumë probleme dentare, a ki hasë që të sanë në praktikën tënde, ose a është diçka që nifet në botën e juj? Lidhshmëria ndërmjet sportit edhe sëmundjeve të gojës, besoj që është e vjetër. E pse është? Mbrom im shoq që nuk ka lidhje as pak me fushën e mjekësisë, më bërë një pyetje. Tha, kam dëgjuar që pilotët e Formula 1-s nuk duhet kenë asnjë infeksion në gojë, sepse kjo indikon në performancë. A është e vërtet? A është e vërtet edhe qysh? Po, është e vërtet. Është e vërtet. Është e vërtet aq sa javën e kaluar Federata Europiane e Paradontologëve e sponsorizuar apo në bashkëpunim me The Economist nxori një raport mbi sportin. Ky raport në vetvete i quajtur edhe winning margins, do të thotë fitoria e margjinave apo atyre pjesëve periferike, potencon faktin që sportistëve elitar ndoshta shumë pak ju duhet për të arritur ato rezultatet perfekte që ata duan, dhe arsyeja për këto janë ndoshta infeksionet orale që ato kanë, periodontiti kronik dhe infeksionet e tjera orale. Dhe kjo për arsye se kur kemi këto sëmundje, siç i ceka më lart, të cilat vazhdimisht derdhin në organizëm bakterie, kemi një gjendje inflamacioni të përgjithshëm të organizmit. Pra, ky organizëm që kërkon të mbrit targete të caktuara, kërkon përqendrim të posaçëm gjatë zhvillimit të sportit, gjatë zhvillimit të garave, faktikisht po i mungon aftësia për të përqendruar apo për të performuar siç duhet pikërisht për sa i të këtyre inflamacioneve që ai ka. Këto mund të paraqiten në formën e shtangimeve muskulore, mund të paraqiten në formën e humbjes së vëmendjes në momentin e kryerjes së atij procedure për t'i bërë këta sportist të vërtet apo fitues të vërtet. Zgjatjen e periudhës së rekuperimit, prishjen e gjumit, pra mos realizimin e një gjumi të mirë i cili çon në një periudhë rekuperimi më të gjatë. Dhe të gjitha këto çojnë në një performancë të gabuar të sportistit. Kështu që një nga rekomandimet që jepte Federata Europiane Paradontologëve ishte integrimi patjetër në ekipet e sportistëve edhe të mjekut stomatolog në mënyrë që të monitorohet nga afër gjendja e sportistëve, gjendja orale e sportistëve, që performanca e tyre të jetë sa më e mirë. A mundet me pas ndonjë ndërlidhje ndoshta me faktin që atletët marrin frymë me gojë shumë shpesh, për shkak se për shembull kur e kanë këta heart rate shumë të lartë, nuk mund me marrë frymë me hundë, edhe kalojnë me gojë, edhe është që ajo situata stresuese, janë shumë high për shumë minuta, edhe mandej ndikon në shëndetin oral. Do të ndikonte në shëndetin oral nëse do të kishim një frekuencë të gjatë të marrjes frymë me gojë. Periudhat e shkurtra të marrjes frymë me gojë nuk mund të quhen si të mjaftueshme për të shkaktuar inflamacion në gojë. Është e vërtet që tharja e gojës, ulja e sasisë së pështymës në gojë, favorizon rritjen e bakterieve. Ndoshta nëse është e përsëritshme, është e shkurtër po është e përsëritshme për disa vite për një periudhë. Nëse kalon në habitat, nëse kalon në habit, po. Sepse kur goja e thatë e kom pa që ndodh goja e thatë atletët shumë shpesh për një kohë të gjatë. Favorizon inflamacionet kronike, rritjen e bakterieve, rritjen e kandidës, gjithashtu çon në dëmtimin e dhëmbëve, sepse një gojë e thatë nuk arrin të kryej procesin e duhur të shplarjes, largimit të atyre bakterieve që do duaj në një farë mënyrë të gëlltiteshin dhe të eliminoheshin, por ato mbeten aktive në gojë. A shkakton edhe lëvizjen e dhëmbëve? A mundet me shkaktu për shkak një vrapus
A mund të më ndodh një vrapu si mi lëviz dëmt? Do thoja që ndodhe kundërta, postura e trupit Po. të këtij sportisti apo të një personi ndikohet nga radhitja e dhëmbëve. Okej, do me thonë e ka një ndërlidhje që kjo. Po, e ka një ndërlidhje. Okej, E ka një ndërlidhje, sepse mandibula, do të thotë nofulla e poshtme, është e vetmja nofull e lëvizshme e trupit. Ajo mbahet në atë pozitë në saj të muskujve dhe mbahet e mbështetur mbas nofullës së sipërme në bazë të dhëmbëve. Nëse kemi një pozicionim jo adekuat të dhëmbëve, pra nuk kemi një hark të mirë të dhëmbëve, nofulla nuk do të flenë në mënyrë të drejtë, por do të flenë ndoshta pak si anash. I gjithë kjo fjetje anash e nofullës do të bëjë që artikulacioni në njërën anë të shtypet më shumë, në njërën anë të hapet. Kundërpërgjigje e kësaj do të jenë me njëherë muskujt, të cilët do të mundohen që të nivelizojnë të shtypje. Fillimisht muskujt e fytyrës, e lidhur kjo me muskujt e qafës, muskujt e kokës dhe pastaj e gjithë kjo shtangim apo kjo përpjekje e muskujve do të përcillet edhe në pjesat e poshtme të trupit. Vihet re një linjë përcjellse e nivelit të okluzal apo nivelit horizontal të mbylljes së dhëmbëve, nëse do ta krahasoni me një rafsh horizontal, me vijën e cila bashkon shpatullat dhe vijën e cila bashkon ijet. Këto tre vija ijet do të thotë vithet. Këto tre vija duhet të jenë në mënyrë të drejtë me njëra tjetrën. Nëse vija e parë apo rafshi okluziv, do të thotë mënyra e mbylljes së dhëmbëve është e pjerët, sigurisht që kjo pjerësi do të ndikojë edhe në posturë në katet e poshtme. Po dhe se të pata tregu për një rast me një workshop në Londër, ku një vajzë nuk më i keme që unë në dorë ma shumë se qëto. E mandej ai që ishte të mbajt workshopin, ja dha një pip edhe i tha kafshoje, edhe ajo e qaj dorën mandej për herë të parë në disa vite. Kështu që aty do i keme spjegu ndërlidhjen biomekanike mes dhëmbëve edhe pjesës tjetër të trupit. Sepse në atë moment ai muskull që ka bllokuar lëvizjen është deprogramuar, pra është shkëputur nga shtangimi për të mbajtur nofullën në atë pozitë dhe ajo ka realizuar ngritjen lart të dorës. Për punë të lëvizjes të pyeta se e kam pas një periudhë që kam pata fillu me vrapu shumë. Përpara asaj s'kam vrapu, as mas asaj periudhe nuk kam vrapu qatë shumë, po kanë qenë ja 6 muaj që kam vrapu çdo ditë. Edhe në qatë periudhë më kanë lëviz shumë dhëmbët. Dhe me thonë që aty ka ndodhë një ndryshim tepër i madh të dhëmbët e mi. Edhe i kom majt ato maskerinat transparente. Edhe unë e kom mendu që vrapi ma ka shkaktu qatë sen. Ose a mundet me ndodhë që humbja ekstreme e peshës për një kohë të shkurt me të lëviz dhëmbët? Humbja e peshës, nëse marrim në këtë drejtim, e lidhur kjo edhe më mënyrën nutricionale të pacientit, sigurisht që do të sillte çrregullime në metabolizmin e kockës. Ndonjëherë tek pacientët të cilët nuk marrin mjaftueshëm elementet e duhura, ajo që vëmre është humbja e kalciumit në kocka. Ta shone që s'kam kalcium, ti më theshe për një fillë. Pavarësisht se analizat laboratorike gjithmonë kalciumi në gjak na japin në nivele adekuate, organizmi në momentin që ka nevojë për kalcium, ato e merr prej eshtrave dhe prej dhëmbëve. Kjo është arsyeja pse te pacientët të cilët kanë deficienca të kalciumit ne gjejmë osteoporoz, pra gjejmë humbje të densisë kockës, dhe humbja e densisë kockës shoqërohet njëkohësisht edhe me lëvizje të dhëmbëve. Ashtu sikurse edhe prishje të dhëmbëve për arsye të mungesës kalciumit në dhëmbë. E ndikojnë pijet acidike të sportistat se ata kanë shumë kësi pije që i konsumojnë për energji. Po, pije energjike, kjo është një problem i sportistëve, sigurisht, përdorimi i pijeve energjike sepse kanë një pH acidik shumë të lartë. Te na jove që të sportistat, po edhe te populata e gjërë. E kanë pijen energjike në tavolinë. Dhe mendoni një sportist, siç tham, i cili ushtron, i cili ka nevojë të hidratohet vazhdimisht dhe në vend ka një gojë të thatë për arsye të lodhjes apo stresit, dhe në këtë moment në vend që të hidratohet me ujë dhe të bëj largjen e mukozave me ujë, merr një pije energjike e cila ka shumë sheqer në përbërje në radh të parë, por edhe ka një pH acidik shumë të lartë, i cili drejt për drejt dëmton strukturën e dhëmbëve. Okej. Prej ku vjen ira keqe gojës? Multifaktoriale. Okej, kur e dim që vjen për gojës, kur për lukthit?
Kryesisht era e keqe në mëngjes, Po. zakonisht është nga lukthi. Pse se u kënë thotë të natora? Sepse nuk ka ndodhur procesi i përtypjes, sepse komunikimi ndërmjet lukthit edhe gojës, le të themi, në atë mënyrë është i hapur, kështu që aroma e keqe që vjen si pasojë problemeve të lukthit përcillet edhe në katet e sipërme. Ndërsa gjatë ditës nuk është që e ndjejmë aromën e lukthit, me përjashtim të rasteve kur kemi ulçera të mëdha apo gastrite tepër të avancuara, për arsye Kur se s'kena hongër gjatë, po. bravo, kur nuk kemi ngrënë gjatë, për arsye se gjatë ditës konsumojmë ushqim, pim lëngje, gëlltisim pshtymën, kështu që vazhdimisht ndodh kjo shplarje dhe në një farë mënyre aroma e keqe që vjen nga stomaku ekuilibrohet apo eliminohet. Gjatë ditës, nëse ndjejmë aromë të keqe, ajo është kryesisht nga goja. A mundet me ndodhë që është edhe nga që ekuilibri i bakterëve të mira me të këqija në zorë ose në lukth? Edhe gjatë ditës? Mund të ndodhë dhe përmenda në rastet kur kemi sëmundje të avancuara të stomakut, kur kemi sëmundje të avancuara të zorëve, mund të ndjejmë edhe aromën e keqe gjatë ditës nga stomaku. Kjo është edhe një nga arsyet sepse ne si stomatolog jemi të vëmendshëm ndaj aromave të pacientit, të pyesim pacientin kur po vjen kjo aromë e keqe, kur po lëshohet, në mënyrë që të kemi parasysh nga origjinën e kësaj arome që ta orientojmë pacientin sa më mirë për trajtime të mëtitjeshme. Qa ndodh me gojën kur plakemi? A ndodh diçka me ta? Sigurisht, goja është në organizmin e njeriut, kështu që çdo fazë jetës së njeriu do të ketë edhe paraqitjen e saj në gojën e njeriut. E përmenda pak foshnjën, njëri do të kemi ndryshime në gojën e një adoleshenti, do të kemi ndryshime në gojën e një femre shtatzone cila përgatitet për të dhënë jetë një fëmije, ndryshimet në menopauzë, qofte femrat, qofte meshkujt, dhe sigurisht nuk mund të mlihet jashtëdore edhe plakja si proces. Sigurisht të janë sëmundjet geriatrike, janë sëmundje që i përkasin sëmundjeve interne dhe që kanë filluar të trajtohen edhe tek ne, por ajo që shohim është gjithashtu edhe në këtë rast me periodontitin dhe sëmundjet e gojës tek pleqt është një rrugë e dyanshme. Nga një anë, periodontiti vetë si sëmundje inflamatore agravon gjendjen e personave të cilët janë në moshë, sepse agravon sëmundjet shoqëruese që kanë këto persona, dhe këta persona nuk kanë vetëm moshën, le të themi si faktor që ju rëndon visupe, po kanë një sër sëmundjesh të tjera që i përmendëm më lart, dhe nga ana tjetër, pa aftësia këtyre personave në moshë për të mbajtur një higjenë orale të duhur, agravon situatën në gojë. Pra është e dyanshme. Edhe kjo është arsyeja që të moshuarit humbasin dhëma, po, gjatë në disa raste. Humbja e dhëmbëve mund të na vijë qoftë si pasojë e një karjesi të patrajtuar me kujdes, që tek ne nuk mungojnë rastet e tilla, po qoftë edhe si pasojë e neglizhencës dhe mos trajtimit në kohë periodontitit kronik, që çon deri në shkatrim të strukturave mbajtëse të dhëmbëve, dhe pastaj vim deri te humbja e dhëmbëve që ndoshta edhe nuk kanë karjes, por sepse fazat e avancuara të periodontitit na çojnë në humbjen e strukturës së dhëmbëve. Nuk janë të pakta këto raste. Në vitin 2050, Organizata Botërore e Shëndetit parashikon që do të kemi rreth 1.5 bilion banor të tokës që do të vuajnë nga periodontiti kronik. Nuk është një numër i vogël, dhe do të kuptojmë që këta 1.5 bilion banor sigurisht që do të kenë një lidhshmëri të madhe dhe me sëmundje të tjera që po zhvillohen në organizëm. A lidhet humbja e dhëmbëve edhe problemet me dhëmbë edhe me dobësinë funksionale, dobësinë muskulare edhe krejt që ndodh me trupin pastaj? E ke fjalën për frailty? Po, frailty, po. Për sindromën e brishtësisë. Sigurisht, mekanizmi është i ngjashëm si atë që e shpjegova pak më përpara. Pra është një rrugë e dyanshme. Frailty ndikon me paaftësinë për të kujdesur për vetveten, ndikon në përkeqësimin e gjendjes orale, por nga ana tjetër edhe inflamacioni lokal oral ndikon në përkeqësimin e frailtyt. Po kur vim te frailty, përveç se është një sëmundje e cila i përket geriatrisë, kemi parasysh që është një sëmundje që lidhet shumë edhe me mungesat vitaminoze, marrja e elementeve të tuhur, mungesa e ushqimit. Dhe kjo gjë është mjaft ordinere për moshat e treta dhe të katërta, sepse duke mos pasur dhëmbë, ata do të drejtohen drejt përdorimit të një ushqimi i cili është më i butë, do t'ju ikin proteinave, mishit,
do të hanë ushqime të qullta, që sigurisht nuk I lejon ata që të marrin sasinë e proteinave sa duhur, dhe kjo na çon në një dobësim të përgjithshëm, thellon dobësimin e përgjithshëm të trupit, duke thelluar në këtë mënyrë edhe humbjen e tonusit muskular të gojës, pa aftësia për të përtypur, për të gëlltitur mirë, humbja e tonusit të muskular gjithmonë shoqërohet edhe me humbjen e masës kockore, kështu që sendet janë të lidhura së bashku me njëra tjetrën edhe tek këta pacient. Nëse do I kishim zgjedhë veç 5 shprehi për me u kujdes për shëndetin oral, cilat kishin me qenë ato? 5 shprehi, shumë, më the. A shumë thasha? Shumë, më 2, the. 3. E para, edhe ajo që e përmendim gjithmonë ne stomatologët, lani dhëmbët 2 herë në ditë. Megjithëse një profesor im thoshte, më mirë laj 1 herë në ditë, por laj mirë, se sa 2 herë në ditë dhe jo mirë. Çfarë do me thonë mi la mirë, për shembull? Se ka njerëz që I lajnë dhëmbët, po si I lajnë 1 minutë, ose 40 sekonda. Ka njerëz që shtrengojnë dorën ma shumë në anën e djathtë, sa në të majtën, për shembull. Zakonisht pacientët të cilët janë djathtak, e fillojnë larjen në anën e majtë. Kështu që dëmtimet më të shumta ne I shohim në anën e majtë, pra në anën e kundërt. Në këtë kuptim. Ndërsa ana e djathtë, ata që janë djathtak e lejmë pak si më anash, nuk është që e pastrojnë Marrim mirë. për të mirë qenë. Jo, po humbet tonusi I përdorimit të muskulit, kështu që kur kalon anën e djathtë fërkohet më pak. Po gjithsesi, nëse në këtë kuptim larja e mirë e dhëmbëve do të thotë përdorimi I një furçe adekuate, një furçe të mirë, e cila do të mund të bëj pastrimin edhe sipërfaqes së dhëmbit, edhe sipërfaqes së mishit përmbi dhëmb, por pa e dëmtuar atë. Duhet pastrohet e gjithë sipërfaqja e dhëmbit, jo vetëm pjesa e sipërme, pra edhe pjesa në kontakt me mishin, dhe sidomos t'ju kushtohet vëmendje pastrimit të pjesëve të brendshme, ndërgjuhë, përpara dhe anash, sepse këto janë pjesët të cilat neglizhohen më së tepërmi, dhe janë pjesët të cilat atakohen edhe më shumë nga periodontiti kronik dhe zhvillimi I inflamacioneve. Po sigurisht edhe dallon se dikush I ka dhëmbë më të rrallë, dikush më të shpesh, dikush më të vegjël, dikush më të mëdhej, duhet me. E këto janë probleme të tjera, sigurisht sepse dendësia e dhëmbëve përbën pastaj një problem shtesë në mbajtjen e higjienës. Është e pamundur pacienti me dendësi të dhëmbëve të mbajë të njëjtën higjenë si një pacient I cili I ka dhëmbët e drejtë. E dyta? E dyta, nëse nuk mjafton pastrimi I mirë I dhëmbëve vetëm me furçë, ju lutem futni në përdorim mjetet ndihmëse. Dhe e treta, flossing, brushat e vogla, sigurisht. Dhe e treta, sigurisht është ushqimi adekuat. Marrja e nutrientëve të duhur, marrja e ushqimit të duhur në përputhje me të gjithë nevojat e organizmit, sepse kjo do të ndikojë sigurisht edhe në shëndetin oral, të dhëmbëve dhe të mishrave. Sa shpesh duhet me kontrollu dhëmbët vet? Mbetet thonja klasike 2 herë në vjet patjetër. Jo 10 si ona që vi. E mirë se ardhur je gjithmonë. Okej, nëse një njeri kujdeset për dhëmbët e vet për 30 vjet, çfarë fiton përveç një goje të shëndetshme dhe dhëmbëve të mirë, çka fiton tjetër? Në radhë të parë fiton që I ka të gjithë dhëmbët në gojë. Ato po. Mund të ushqehet lirshëm, pa probleme. I siguron vetvetes një ushqim të mirë. I siguron vetvetes mungesën e këtij inflamacioni që I vendos shumë pacient përpara predispozitave për shfaqjen e sëmundjeve të tjera dhe nuk janë të pakt. Afro 40% e popullatës vuan nga periodontiti kronik dhe sigurisht që kjo është një numër mjaft I madh I pacientëve. Jemi me fat nëse I përkasim asaj 60% të pacientëve që nuk vuajnë nga periodontiti, por kujdes se këtu mund të vuajmë nga karjesi I dhëmbëve. Pra rreziku ndaj kujdesit ndaj rreziku I shfaqjes së sëmundjeve në mungesë të kujdesit ndaj gojës është gjithmonë I lartë, qoftë në drejtim të infeksionit të mishit apo sëmundjeve të tjera të dhëmbëve. Dhe sigurisht I kemi zvogluar vetes shanset për favorizimin e zhvillimit të shumë sëmundjeve të tjera që veç I përmendëm disa prej tyre. Uljes dhe më e rëndësishmja, do ta thoja, ulja e shanseve për inflamacion kronik të organizmit. Dok, faleminderit shumë. Besoj dhe shpresoj që kemi arrit qëllimin dhe njerëzit tash e dinë se sa e rëndësishme është goja për shëndetjen e përgjithshëm dhe besoj që kanë më investu më shumë në parandalimin e sëmundjeve të nis prej gojës. Faleminderit Rita. Faleminderit që ishit me ne, shifemi në episodin e radhës.